Atëherë profesor, cila është gjendja e Partizanit në prag të sfidës me Dinamo? Gjendja, sigur keni parë dhe ju, kemi disa mungesa të themi të drejtën, shkak të ndeshjes së fundit me Egnatin, Bicuka dhe Sembene janë të dëmtuar, Gjuhëfesh me karton të kuq, kështu që vime disa mungesa në këtë ndeshje. Ishte një farë hati për ju, ose një farë dhënë që Dinamo luajti përballë Vorës pikërisht në shtëpinë tuaj për të sigurisë? Nuk besoj që është një fakt, sepse tashmë kohët kanë evoluar. Edhe nëse do lutet diku tjetër, sigurisht do shkonin ta shikojnë çdo lloj stadiumi, por edhe teknologjia televizore kena pas mundësi ta studiojmë, jo vetëm ndeshjen me Vorën, por edhe ekipe të tjera. Ekipi është gati, e kemi studiuar, e dim ku luan, e dim si luan Dinamo, e dim që vjen në një formë të mirë në 5 ndeshjet e fundit Dinamo. 4 prej tyre nuk ka pësuar gol, por e dim edhe pikat e tyre të dobëta që aty do mundohemi t'i godasim. Sa shumë gjendje nesër Partizani të kthehet tek fitore? Besoj se Partizani është në gjendje të kthehet te fitoria, sikur hym për çdo ndeshje për të fituar, edhe ndeshjen e fundit për Egnatin pavarësisht barazimit 0-0 me Djem të hym për të fituar, kishim rastet tona. Shpresoj që këtë ndeshje të shfrytëzojmë rastet dhe të arrijmë të fitojmë. Pas Dinamos luajti me Vorën, kjo javë ka qenë një ngarkesë për skuadrën dhe pas parasysh edhe ndeshjen që luajti me Egnatin, për ndeshjen do në javë. Është barabartë për të gjithë, them unë. Të gjitha ekipet kanë pasur 3 ndeshje për 10 ditë, brenda 10 ditëve, 7 ditë deri në 10. Por sigurisht ne do mundohemi të hyjmë si fillim ndeshje me Dinamo, ajo është pikë synimi ndeshja nesër, pastaj të lëmë kohës për Vorën, do kemi kohë të organizojmë ndeshjen e Vorës. Çfarë ka ndryshuar tek Partizani me ardhmën e trajnerit këtu? Duke marrë parasysh se ishim në një krizë rezultatesh, siç e dinë të gjithë, me ardhmën e trajnerit besoj që kam parë gjithë se këtë ndeshje kemi qenë më mirë, më ndryshe, kemi qenë më të bashkuar. Si që tha trajneri që ndeshjen me Egnatin u futën për 3 pikë, por fati nuk ishte as me ne, as për ata mund ta humbnin, ta fitonim. Besoj që ka qenë këto ndeshje shumë të mira, edhe jemi gati për ndeshjen e nesërme të vazhdojmë këtë seri të mirë dhe të marrim 3 pikë. Ajo që i duhet edhe tifozëve për gjithë është Partizani të jetë në vendet e para të renditës, kur do ta shohim në krye. Besoj që ndeshje pas ndeshje ne jemi duke u bërë më mirë me ndihmën e tifozëve, edhe siç e dim kjo është një derbi i kryeqytetit nesër me Dinamon, për tifozët, për të gjithë ne do jemi të bashkuar, do luftojmë deri në fund që të marrim 3 pikë dhe të gëzojmë. Normal Partizani është një ekip që do të jetë aty në krye, kjo është një rivalion i direkt dhe besoj që do ta mposhtim dhe do shkojmë javë pas javë aty ku e kemi vendin.